Në disa shkrime që CNA ka sjellë kohët e fundit, kemi vënë fokusin tonë në disa çështje që lidhen direkt me sigurinë ushqimore, me standardet, cilësinë e produkteve që përdorin shqiptarët dhe blejnë në supermarkete, që nga produktet e luksit, që nga verërat e shtrenjta të cilat sillen kontraband në Shqipëri dhe nuk ju dihet burimi i tyre, që i gjen rëndom në treg. Vera dhe produkte që mund t'i marrësh në një lokal për të pirë dhe shijuar diçka cilësore, por që në fakt nuk e di ku është mbushur, nuk ka një pull fiskale, nuk është e sjell nga distributori autorizuar, po vjen me fugona dhe kamiona bagazheve, edhe sikur të justifikohet ajo që vjen si kontraband, po ajo që vjen e pakontrolluar, që nuk dihet se çfarë ka brenda, që rrezikon jetën e njerëzve. Në kuadër të një Shqipërie që do të ikë në Bashkimin Evropian, si mund të mendosh që tregu të ketë produkte falso? A mendon dot kush që të ketë në Itali produkte falso nga Greqia apo Anasjeltas, pa menduar pastaj të hysh në tregun e distributorëve apo përfaqësuesve të markave të ndryshme? Sot po sjellim një tjetër fenomen që ne e kemi vëzhguar dhe konstatuar me një produkt shumë të reklamuar, siç është Coca-Cola, një markë botërore që rëndom me gjë në supermarketet tona me etiketa të vendeve të huaja, pavarësisht se prodhuesi i markës është me kompani në Shqipëri, e cila prodhon, tregton dhe shpërndan sipas të gjitha certifikimeve zyrtare. Por rëndom në supermarketet tona gjendet Coca-Cola italiane apo greke, po prodhuesi, distributori shqiptar, pse injorohet dhe konkurrohet në mënyrë të padrejtë? Së pari, prodhuesi shqiptar dhe mbajtësi i patentës dhe markës paguan punonjës, administrat, reklama, kosto, certifikime, standarde, kontrolle dhe del një supermarket tregtar e mbush makinën në Itali apo Greqi, apo më keq akoma, nëpër supermarkete mund të vijë edhe pas një informacion se cili është burimi, pa e ditur nga është prodhuar, siç ndodh dhe siç ne raportuam se mund të ndodhë rëndom në qilarët e jugut të Italisë, Turqisë apo si dikur në kombinat në Tiranë, nëpër qilare, nëpër vrima, nëpër katakombe ku falsifikohen produktet. Shkon kamioni, ngarkon, sjell dhe tregtarët në këto supermarkete e vendosin mallin në vitrinë. Dhe ajo që është më e bukura, por edhe më abuzivja, është fakti se e reklamojnë si produkt evropian Coca-Cola italiane. Po mirë, pse Coca-Cola italiane nuk shitet në Greqi ose Anasjeltas, sepse ka standarde, ka rregulla. Mbajtësi i markës e ka dhënë certifikimin apo shpërndarjen në një kompani dhe në një territor të caktuar, ti nuk mund të ndërhysh kudo, si çdo ti. Pse duhet produkti pa certifikuar, i pa patentuar, pa leje dhe për më tepër akoma, që nuk paguan asnjë qendark për reklama apo marketing në Shqipëri, të vinë nga jashtë dhe të konkurrojnë në mënyrë të padrejtë mbajtësin e markës, patentën apo prodhuesin në Shqipëri? Apo shkon Shqipëria drejt Bashkimit Evropian? A duhet të jenë këto standarde? Për më tepër, mashtrohen shqiptarët dhe ju vidhen xhepat. Po, për ata që nuk e besojnë, ju vidhen sepse ju thonë kjo Coca-Cola është e shtrenjtë, sepse është italiane, është më cilësore. Por janë i njëjti produkt, janë e njëjta cilësi, janë i njëjti standard, kanë të njëjtin certifikim dhe asgjë më shumë. Por shqiptarët, të mirakosur se mallrat e prodhuara në vendin tonë nuk janë në standardin dhe cilësinë e duhur, shkojnë dhe gënjehen dhe paguajnë deri në 2 fish për të marrë një Coca-Cola që gjoja qenë ka italiane dhe më e mirë. Në fakt, ajo është më e shtrenjtë për asgjë më shumë, thjesht e vetëm për të pasuruar personin që e fut atë mall me apo pa dogan, kontraband ose në mënyrë zyrtare tek doganat, ku dhe qëndron problematika kryesore, pasi në dogana nuk duhet të lejohen të hyjnë këto produkte. AKU gjithashtu duhet të shkojë dhe t'i bllokojë nëpër supermarkete dhe duhet t'i jap prioritet produkteve të cilat janë të certifikuara, janë një markë, janë një patent, kanë autorizimin e distributorit nga prodhuesi përkatës apo janë mbajtës të markës përkatëse. Ne sot sollëm shembullin e Coca-Colës, nesër do të sjellim një shembull tjetër, pas nesër një tjetër akoma, për të treguar se si masakrohet një treg, se si vidhen xhepat e qytetarëve, këta të fundit thjesht dhe vetëm duke i mashtruar. Është më e mirë kjo, është italiane apo greke kjo, megjithse është i njëjti prodhues, nga e njëjta linjë, nga e njëjta markë dhe nuk ka asnjë ndryshim. Por tregtar abuziv për të mbushur xhepat e tyre, përdorin etiketat e huaja, rrisin çmimet dhe abuzojnë me konsumatorët. Këtu nuk duhet të ndërhyjnë vetëm doganat dhe AKU-ja, por edhe tatimet, të cilat duhet të rivlerësojnë këto produkte abuzive në treg, të cilat përdoren për t'u vjedhur xhepat qytetarëve. Nga ana tjetër, ata që vidhen janë biznesmenët.
ata që kanë të drejtët e markës, të patentës, të shpërndarjes, sa miliona e miliona euro humb shteti dhe biznesi nga konkurenca e pandeshme. Ne kemi përmendur me detaje tregtinë e verërave, markat falso, etiketat që vendosen në jug të Italisë dhe brenda nuk dihet se çfarë vere ka, blihen me 2 euro dhe shiten me 200, sepse nuk kalojnë nga distributori zyrtar, nuk kanë pull. Sollëm rastin e Coca-Colës, që një Coca-Cola me një etiketë huaj konkuron në mënyrë të padrejtë atë që ka markën, distributorin dhe patentën e produktit në Shqipëri, por këta biznesmen, këto kompani që janë të rregullta me shtetin, paguajnë taksa, bëjnë reklama, paguajnë miliona euro për produktin e tyre në treg dhe del një abuziv, del një hajdut që vjet xhepat e shqiptarëve. Dalin disa pronar supermarketesh, grykës që duan të pasurohen dhe konkurojnë në mënyrë të padrejtë dhe abuzive konkurrentët e tyre, pa paguar asnjë qindark, thjesht dhe vetëm marrin një etiket, marrin një produkt, e hedhin në treg, ndërkohë që mbajtësi i patentës, mbajtësi i markës dhe distributori është tjetër kush. Çfarë do të ndodhte sikur tregtarët abuziv të hapnin supermarkete me emrat e Konadit, me emrat e Sparit, me emrat e Alp Market, Eco Market, Big Market, Extra Market, Diamble Market, Market Xhangolli, apo Pro Natura e Medi? A nuk do të ishte kjo një abuziv, një vjedhje emri, sepse ata marketojnë, kanë brandet e tyre? Në fakt, janë po këta pronar marketesh dhe supermarketesh, të cilët abuzojnë me produktet që mbajnë në vitrinat e tyre, duke vjedhur jo vetëm xhepat e qytetarëve, por duke abuzuar, duke konkuruar në mënyrë të padrejtë dhe për më tepër, duke mashtruar publikisht se po krijojnë tregje monopoli. Në fakt, kontrolli i markës dhe patentës dhe mbajtja e certifikimeve të ndryshme për shpërndarjen e produktit është një garanci më shumë për sigurinë e produktit, për cilësinë e tij që vjen te qytetari, ndryshe nga sa pretendohet nga këta abuziv, nga i pari tek i fundit, pa përjashtim, që ka në vitrinat e tyre lloj-lloj mallrash të huaja, të pa certifikuara, të pa kontrolluara, të pa autorizuara për të shpërndarë në tregun shqiptar, pa folur pastaj pa e ditur se cili është burimi i tyre, si kanë hyrë në përdogana dhe pse ndodhen akoma në treg.